A ke ndjerë kaq shumë keqardhje për ndonjë person tjetër sa nuk i qenë në gjendje të thuash jo? A ke qenë dhe ti në këtë pozicion, siç kam qenë dhe unë? A je ndjerë dhe ti fajtor kur të tjerët vuajnë dhe ti kujdesesh për veten? A je dhe ti një nga ata personat që të mësuan që të jesh i mirë, duhet të vuash dhe të sakrifikosh ti për të tjerët, ashtu si edhe mua? Këto dhe shumë të tjera janë të gjitha ato plagët, janë të gjitha mësimet që na mësuan ne që kur ishim të fëmijë, të sakrifikonin për të tjerët dhe jo të shikonin veten tonë. Por erdhi koha që ne këto të fillojmë t'i lirojmë, sepse asnjë Zot nuk na solli këtu që ne të vuajmë. Siç kam thënë dhe në video të tjera, të gjithë kemi talente, të gjithë kemi fuqinë e shpirtit dhe kemi mësimin tonë për të marrë. Dhe siç kam thënë, mund ta gjeni vetëm me ditën e ditëlindjes nëse ju intereson. Gjithashtu, dua t'ju them që kur ndjen keqardhje për të tjerët, ose ndihesh fajtor kur nuk mund t'i ndihmosh ata dhe kujdesesh për veten, këto janë plagët që të largojnë nga vetja jote dhe të ndihmosh për të tjerët. Por këtu dua të bëj një pyetje, t'ja bësh edhe ti siç ja bëra unë vetes. A munden të ndihmojmë një person tjetër nga boshllëku jon? As edhe njerë. Ndaj, këtheu tek vetja. Këtheu tek vetja dhe shiko ku ti ke lënë veten tënde për të tjerët. Kujdesu për veten. Mos haro se ti nuk je përgjegjës për dhimbjen e të tjerëve, sepse sikush nga ne ka karmën e tij, mësimin e tij, akoma dhe fëmijët tanë, nëna dhe baballarët tanë. Mos u bëj si fëmijë, nëna dhe babai i prindërve dhe mos u bëj gjithashtu në të kundërt. Të jesh prind dhe të kërkosh nga fëmijët dhe t'ju japësh borxhe që tani. Sikush është për veten e tij. Nëse ti intereson të dalësh nga fatkeqësia, nga dhimbja dhe të shohësh ato plagët që janë që në fëmijë, dhe gjithashtu të gjesh vendin tënd që në familjen që urrite, në familjen që ke krijuar, jam këtu për të ndihmuar nga përvojat e mia dhe nga metodat shëruese që mund të ndihmoj. Por mund të ndihmoj vetëm kur ti vërtet ke arritur të thuash mjaft më. Për gjithçka ka zgjidhje, por zgjidhjen mund ta bësh vetëm ti. Unë jam këtu të t'jap dorën dhe të tregoj rrugën si unë arrita që ta bëj. Dhe pati, po, shumë dhimbje, por në qoftë se do kisha mundësi të kisha njohur një njeri më parë që të më ndihmonte, do isha shumë e lumtur që të mos harronja kaq vite të jetonja për të tjerë dhe jo për vete. Për të gjithë që ju që jeni të interesuar, mund të më shkruani mesazh në Viber ose në WhatsApp. Unë jetoj në Greqi me 0030 699 321 46 37. Në të njëjtën kohë keni shumë video që janë dhe ato video që do t'ju ndihmojnë dhe meditime të ndryshme për të liruar të gjitha plagët edhe ato që ju bllokojnë. Keni dhe video për fëmijën tuaj të brendshëm, sepse gjithçka që na ndodh kur ne kemi qenë fëmijë dhe në vend të jetonim, mbi jetonim. Atëre nuk mund t'i kuptonim disa gjëra. Tani që u rritëm, ne nuk jetojmë në moshën që jemi, por kemi ngelur akoma atje ku na u krijuan programet. Jam këtu për të ndihmuar të lirosh traumat e tua dhe gjithçka që të shqetëson. Por për të gjithë ata që janë vërtet guzimtarë dhe duan të punojnë me veten e tyre. Ju mirëpres
dhe ju falenderoj.